Shoqata Atletikës Vllaznia në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe Federatën e Atletikës do të organizojë të premten në Loro Boriqi aktivitetin Kupa e Ikonave Gëzim Mema, në nderim të një prej figurave më të rëndësishme të atletikës shqiptare, i cili ka kontribuar për dekada në zhvillimin e këtij sporti në Shkodër dhe Mëxhër. Programi do të jetë në disiplinat e vrapimit, kërcim së gjati dhe trehapësh. Ajo që pritet me interes është konkurimi i atletit Franco Burraj, që së bashku me trajnerin Bruno Rotani vinë në këtë aktivitet pas përmirësimit të dy rekordeve kombëtare në 100 dhe 200 metër në Europianin e Slovenisë. Franco Burraj është atleti i parë që bjen poshtë tyne dy rezultateve në gjithë historinë shqiptare. Do të thosha që është një punë shumë e madhe, disa vjeçare për me mrit në këto rezultate dhe është një arritje e madhe për atletikën shqiptare dhe atë shkodrane. Forma ishte shumë e mirë edhe pse jo, ne mendoshim se të zbresim në kuotën e 46 sekondave, po ashtu edhe në kuotën e 21 sekondave në garën e 200. Forma ishte fantastike, natyrisht edhe gara të bën vetet sepse jemi në Kupën e Evropës edhe në Ligën e tretë, por natyrisht edhe konkurenca është shumë e madhe. Është e vështirë, gara 400 besoj se është maksimumin, edhe besoj se në garën e 200 kam rezerva edhe më tepërta, pse jo të zbresim përsëri rekordin në garën e 200, ku një garë të shkojmë të freskët vetëm për rekord të garës 200. Ndërkohë, duke folur për garat e Kupës Gëzim Mema që zhvillohet në Loro Boriqi, trajneri Rotani dhe atleti Burraj premtojnë sërish rekord kombëtar, madje tashmë edhe në një tjetër disiplinë, atë të vrapimit 100 metër dhe stafetën 4x100 metër. Do të vazhdojmë normalisht stërvitjen dhe përgatitjet për kampionatin ballkanik që do të zhvillohet në Greqi, në Volos. Francoja besoj që do të konkurrojnë në gara 100 dhe 200 metër. Por fokusi jonë kryesor është tek kampionati ballkanik, që shpresojmë të bëjmë një performancë sa më të mirë. Por edhe në këtë aktivitet, kupën e ndërimit figurave Gëzim Mema, do të konkurrojnë disa atlet, po ashtu edhe Francoja në 100 dhe 200. Shpresojmë që t'jetë një formë mirë dhe të tentojmë rekordin si në garën e 100, po ashtu edhe në garën e 200 metrë. Kemi një garë shumë të rëndësishme, që është gara me datën 4 në Shkodër, por një realisht do të provojmë se jo të thyem rekordin e garës 100 metrësh. Edhe të him për në rekord në garën e stafetave, që besoj se do të themi rekordin e 4x100 që mod nga vetë Vllaznia.